për trajtim. Po, edhe zoni Osmani është një logjikë të njëjtë e zotit Kurti. Me kriju kaos, me kriju mjegull që sepse nuk din në situatat qeta me qeverisë. Ta balancojmë edhe pak kohën, zoti Bytyqi. Jo, kjo tendenca me fajsu qeverinë është bë modë edhe nëpër studio televizive dhe nëpër debate që po zhvillohen gjithandej. Po, kur ka faj, ka faj. Po, absolutisht ka faj. Kur shko pushtet ata kanë përgjegjësi. Okej, po mundohem me rrumbullaksu që ti pastaj me pas të qartë. Ideja për me kriju një president konsensual ka pikërisht ndoshta edhe për lëvizjet vendosur, kur ka thënë subjekte opozitare dërgohen në jamën. Ata kanë pas mundësinë me blloku qysh në raundin e dytë. Në raundin e parë, nëse ne kishim hyrë me një president që nuk kishte me qenë, po them kushtimisht konsensual, atëherë të dyja subjektet politike, edhe Lidhja Demokratike edhe PDK do të mund dilin nga soba dhe nuk do të zgjedhë presidenti. Tash, ajo se do të me prunë qatë situatë që dikush me e braktis me kriju kaos kuvend. Po ti dëgjam, tash kjo nëse ne flasim për një subjekt politik prej studios televizive, atëherë ne mund t'ja hodhim fajin atina nëse ne bëjmë veprimin. Ne s'kemi bërë veprim për me qitë kryeministin Kurti përpara një aktit kryer. Zoti Bytyqi, veç ta kemi çfarë një gjë. Pra studio televizive gjithandej nëpër Kosovë kanë të drejtën e botës me komentues, sepse po flasim nuk e thash se kanë të drejtë, po flasim për jetën e drejtë me komentues cila është e vërteta dhe jo me shpifë dhe me dezinformim publikun. Nuk besoj që shpif dikush, mirë po jep opinione dikush. Ju kemi hyrë njerëz nuk është shpifje. Po ju kemi hyrë njerëzve nëpër shtëpia nëpërmjet studiove televizive, gjithandej që sa gati një muaj ditë tu trajtu të njëjtën temë dhe prap nuk po mundemi me ardh në një përfundim se cili është fajtori. Kështu nuk mundem me ardh me gjë cili është fajtor. Po interpretohet për dy kombeve. Ata që janë me pushtetin. Domoni dha 51% ministrit edhe bën zotit Kurti. Bllokuesit e institucioneve ishte opozita. Kësaj here, unë po mendoj opozita ishte bllokuese. Po mendon shkurt kështu sepse verdiktin e dha qytetari nga 42. Jo, me 20 gjykata kushtetuese nëse lëshon. Po flasim gjykim, mund na thonë që një staf profesionale ka gjykuar drejt i ka balancu faktet. Po fakti që ka marrë më shumë vota lëvizja vetëvendosje, nuk e bën fajtore opozitën. Nuk ka mundësi me blloku opozita kur sikon numrat. Po jemi përpara dy situata. Unë me sa di dhe me sa mbaj mend, presidenti Osmani ka thënë një gjë. Një prej antarëve një prej këshilltarëve kryesor të presidentes Osmani ka qenë ish antar i gjykatës kushtetuese. Dhe ajo madje ka thënë në disa intervista se unë kam 10 këshilltar ligjor. Si mundesh me quajti? Mundesh me quajti veprim i mirë atë që e ka bë dekretin për gjykatën kushtetuese? Dhe çka nëse gjykata kushtetuese e kthen që dekreti ka qenë jashtëligjshëm? Çka nëse i jap të drejtë, sepse kjo është pyetje për atë ne po e presim atë mendimin do ta presim, por ne kemi drejtë të komentojmë, sepse nëse zoti Bytyqi, nëse gjykata kushtetuese i jap të drejtë në studio televizive le ta marrin edhe analistët pak balances se mund të ketë edhe ka balans, vërtetë nuk ka balans. Ne do ta mësojmë të vërtetën shumë shpejt dhe pastaj çfarë do të thonë ju nëse s'ka qenë vërtet kjo që e keni punë. Apo tregoni ju që mbështetni qeverinë. Ju që mbështetni, unë vetë po bëj analizë. 15 vendime gjykatës kushtetuese. Gjykime që i kanë shpallë të paligjshme. Unë nuk e ka pas me vend shumë sene. Gjykata kushtetuese s'ka ditë. Shumë sene, shumë gjëra që ka bërë lëvizja vetëvendosje edhe në qeverisjen e kaluar unë më të njëjtë që s'kan qenë të mira. Prandaj duhet të marrim raste konkrete. Gjykata kushtetuese kanë nxjerrë gjykime që i shpall të pa antikushtetuese ligjet që janë kthy. Është dashur lëvizja vetëvendosje me veprim konform vendimin që ka qenë gjykata kushtetuese. Është normale kjo, pra sepse mund të ketë tendenca një pushtet që të marrë pushtet më shumë ose çka do tjetër, po është normale me besimin e 50% qytetarëve. Është normale, kushtetues është normale. Jo, po 51 ju po lidhin te emri i presidentit, pse s'po jap në emër presidentit, pse s'po ja fol. Ju a di ç'po thoni? Ju po thoni pse Albin Kurti nuk po ja fol presidentin opozitës ose jo, nuk është presidenti i opozitës. Ai është presidenti i Kosovës.